Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Ju uroj një fundjavë të mbarë. Le të shikojmë çfarë na thon nyjet për 12 qenjat e zodiakut për ditën e shtunë, 25 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi. Për disa javësh ke një ide që të ri vazhdimisht të mendje dash, por ende nuk e bër hapin e parë. Ndoshta ke menduar se nuk ishte momenti i dur, ke qenë i zënë me angazhime të tjera ose ke pritur që gjërat të bëheshin më të qarta. Me Mërkurin në retrograd ishte normale të ndiheshe i pasigurt për të vepruar. Por kjo e shtunë sjell një energji krejt tjetër. Tani nuk ka më arsye për ta shtyr atë që të frymëzon. Universi të fton të kalosh nga mendimi në veprim. Nuk është e nevojshme të bësh diçka menjëherë, mjafton të hedhësh hapin e parë. Fillo duke ia treguar idenë dikujt që i beson. Një bisedë e thjeshtë mund të hap dyra që nuk e kishe menduar. Dikush mund të të jap një këshill të vlefshme, të lidhë me personat e duhur ose të ofrojë mbështetje praktike. Në punë dhe financa është ditë e mirë për të nisur projekte, për të bërë plane ose për të kërkuar bashkëpunime. Në jetën personale beso më shumë të aftësitë e tua dhe mos lejo që frika nga dështimi të mbajë peng. Mesazhi i ditës: hapi i parë nuk duhet të jetë perfekt, ai thjesht duhet të bëhet. Sot është dita për ta kthyer një ide në realitet. Dem, një marrëdhënie që ka shumë rëndësi për ty, ka kaluar kohët e fundit një periudhë të paqartë. Ndoshta ke ndjerë një distancë emocionale, ke pasur keq kuptime ose heshtje që kanë krijuar pasiguri. Ke shpresuar se me kalimin e kohës gjithçka do të rregullohej. Këtë të shtunë më në fund gjërat fillojnë të marrin drejtimin e dur. Arsyeja është një bisedë e sinqertë që vjen natyrshëm, edhe pse nuk e kishim planifikuar. Pikërisht, ky spontanitet do të sjellë zgjidhjen që prisje. Do të kuptosh se shumë nga shqetësimet e tua kanë qenë më tepër keq kuptime se sa probleme të vërteta. Fjalët e duhura do të krijojnë afërsi, mirëkuptim dhe besim. Nëse bëhet fjalë për partnerin, një mik apo një antar të familjes, kjo është dita ideale për të sqaruar diçka me qetësi. Në punë, komunikimi është arma jote më e fortë. Mos hezito të shpresh mendimet ose të kërkosh sqarime, sepse njerëzit do të jenë më të gatshëm të dëgjojnë dhe të bashkëpunojnë. Ndonjëherë një bisedë e sinqertë është gjithçka që duhet për të rikthyer harmoninë. Sot zemra dhe fjalët e tua janë në të njëjtën anë. Binjakët. Zakonisht je një nga ata njerëz që ditë të përshtatet në çdo binjak. Aftësia jote për të komunikuar dhe për të krijuar lidhje është një nga pikat e tua më të forta. Prandaj, fakti që së fundmi nuk e gjetur gjuhën e përbashkët me një person të ka habitur dhe ndoshta edhe të ka shqetësuar. Këtë të shtunë situata ndryshon për mirë. Në fund gjeni një pikë takimi dhe kuptoni se nuk jeni aq të ndryshëm sa mendonit. Nuk ka rëndësi nëse ke ndryshuar ti apo ka ndryshuar ai person. E rëndësishme është që tensioni largohet dhe vendin e zë mirëkuptimi. Një bisedë, një bashkëpunim ose edhe një rastësi mund të krijojë një lidhje të krejtësisht të re. Madje dikush i deri dje duke i vështirë për të kuptuar, mund të ndarohet në një mik ose aleat të vlefshëm. Në punë, kjo është një ditë e favorshme për negociata, probleme në grup dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Në jetën personale, lër mënjan paragjykimet dhe jepi një mundësi të dytë njerëzve. Dhe mesazhi i ditës: kur zgjedh të dëgjosh me zemër të hapur, edhe një keq kuptim mund të kthehet në fillimin e një miqësie të bukur. Sot komunikimi është çelësi i suksesit. Gafore. Këtë të shtunë universi të kujton se meriton respekt, vlerësim dhe trajtim të drejtë. Nëse kohët e fundit dikush nuk të ka trajtuar ashtu siç e meriton, kjo situatë më në fund me një kthes pozitive. Një person tjetër do të vërejë atë që ndodh dhe nuk do të hezitojë të flasë për mbrojtjen tënde. Mbështetja e tij do të befasojë sepse ndoshta nuk e kishte kuptuar se sa shumë të vlerësonte. Fjalët që dëgjon sot do të rikthejnë besimin në veten tënde dhe do të kujtojnë cilësitë që të bëjnë unik. Në marrëdhëniet personale, kjo është një ditë për të kuptuar se njerëzit e duhur do të jenë gjithmonë pranë teje kur ke nevojë. Mos prano më pak se sa respekti dhe dashamirësia që meriton. Në punë mund të marrësh një vlerësim, një kompliment ose një mbështetje nga dikush me ndikim. Pranoje me mirënjohje dhe mos e nënvlerëso veten. Shpesh të tjerët e shohin potencialin tënd më qartë se sa e sheh ti. Prano komplimentet dhe mbështetjen që të ofrohet. Sot është dita për të kuptuar se je shumë më i vlerësuar se sa ke menduar. Luan. Kjo e shtunë sjell një moment të bukur shpërblimi dhe përkushtimi. Diçka për të cilën ke punuar me shumë pasion dhe durim, më në fund merr vlerësimin që meriton. Nuk bëhet fjalë për një kompliment formal apo për mirësjellje, por për një reagim të sinqert nga dikush, mendimi i cilit
ka vërtet pesh për ty. Ky vlerësim të jep besimin se je në rrugën e dur. Të gjitha orët e punës, përpjekjet dhe sakrificat nuk kanë qenë të kota. Nëse ke pasur dyshime për aftësitë e tua, dita e sotme do të të ndihmojë të lësh pas. Me hyrjen gjithnjë më të fortë në sezonin tënd astrologjik, energjia është në favorin tënd. Do të tërheqësh më shumë vëmendje, mundësi dhe njerëz që vlerësojnë talentin tënd. Mos u habit nëse gjatë ditëve në vijim merr oferta të reja, komplimente ose mundësi për të treguar atë që di të bësh më mirë. Në dashuri dhe marrëdhënie, karizma jote është më e fortë se zakonisht. Besimi që rrezaton të bën edhe më tërheqës në sytë të tjerëve. Mesazhi i ditës: ku punon me zemër, rezultatet nuk vonojnë. Sot me një konfirmim se je duke ndërtuar diçka që ka vërtet vlerë. Virgjëresha. Kohët e fundit mund të kesh ndjerë tension të heshtur me dikë që e sheh çdo ditë, qoftë në shtëpi apo në vendin e punës virgjëresh. Edhe nëse nuk ka pasur debate të hapura, atmosfera mes jush nuk ka qenë atë që ta do të doje. Kjo të ka lodhur emocionalisht, sepse ke pasur mjaft përgjegjësi edhe pak të barë shtesë. Këtë të shtunë situata fillon të zbutet. Personi tjetër e ndjen, po aq sa tikët dhe distancë dhe vendos të bëj hapin e parë. Fatmirësisht, nuk bëhet fjalë për një përballje të ashpër, por për një bisedë të qetë, të sinqertë dhe plot mirëkuptim. Gjatë kësaj bisede do të kuptoni se shumë nga tensionet ka ardhur nga keqkuptim ose nga mungesa e komunikimit. Të dy do të ndjeni të dëgjuar, të vlerësuar dhe më të qartë për atë që prisnin nga njëri tjetri. Ky moment mund të forcojë marrëdhënien dhe të krijojë një atmosferë shumë pozitive për ditët në vazhdim. Në punë, bashkëpunimi do të përmirësohet ndjeshëm, ndërsa në familje do të rikthehet harmonia. Mos kithik të shpresh ndjenjat me qetësi, sepse sinqeriteti do të sjellë rezultate më të mira se sa heshtja. Një bisedë e qetë ka fuqinë të shërojë atë që heshtja e ka lënduar. Sot mirëkuptimi hap rrugë për marrëdhënie më të forta dhe më të sinqerta në të ardhmen. Peshoria. Më në fund, një plan që keni diskutuar prej javësh del nga bisedat dhe bëhet realitet peshore. Ke qenë ti ai që ke përpjekur të organizosh gjithçka, por që çdo herë ka pasur pengesa. Dikush nuk ishte kohë, dikush tjetër nuk ishte i sigurt për vendin ose datën. Kjo të kishte lodhur dhe kishte filluar të mendosh se ndoshta nuk do të realizohej fare. Por këtë të shtunë, gjithçka rrjedh shumë më lehtë. Të gjithë duke në humor të mirë dhe për habin tënde këtë herë nuk ka më diskutime të gjata apo dyshime të pafundme. Vendimet merren shpejt dhe secili është entuziast për të bërë pjesë e planit. Kjo energji pozitive nuk do të ndikojë vetëm tek aktiviteti, por edhe të organizoni, por edhe të marrëdhëniet e tua shoqërore. Do të ndihesh më afër njerëzve që do dhe do të krijosh kujtime të bukura me ta. Nëse ke menduar të organizosh një takim, një udhëtim të shkurtër apo një fest, dita është ideale për ta bërë. Edhe në punë, bashkëpunimi me të tjerë do të jetë më i lehtë se zakonisht. Kur të gjithë ndajnë të njëjtin vizion, rezultatet vijnë pa shumë përpjekje. Ndonjëherë mjafton që të gjithë të jenë në të njëjtën gjatësi vale dhe harmonia dhe bashkëpunimi sjellin momente të bukura dhe plot gëzim. Akrepi. Nisa Peskoriku është nga ditët më të favorshme për të hapur biseda rreth një promovimi, rritje page ose një mundësi të re profesionale akrep. Ndoshta nuk është e nevojshme të kërkosh menjëherë atë që dëshiron, por është momenti ideal për të hedhur disa sinjale dhe për të kuptuar se si shihet puna jote nga të tjerët. Energjia e ditës sjell një atmosferë më pozitive në ambientin e punës. Njerëzit janë më të hapur për të dëgjuar, për të vlerësuar përpjekjet e tua dhe për të diskutuar mundësi të reja. Një bisedë e thjeshtë mund të të japë informacionin që duhet për të ditur se cilat hapa duhet të ndërmarrësh më tej. Nëse ke punuar shumë dhe ke ndier se meriton më shumë vlerësim, kjo është dita për të filluar të shfaqësh këtë me siguri dhe qetësi. Zbulo çfarë kërkohet nga ti për të arritur nivelin tjetër dhe krijo një plan konkret për ta realizuar. Deri në fund të ditës mund të ndihesh më optimist për të ardhmen tënde profesionale. Një derë re mund të jetë duke u hapur, por gjithçka fillon me guximin për të bërë pyetjen e dur. Mundësit nuk vijnë gjithmonë duke pritur. Ndonjëherë duhet të tregosh të tjerëve se je gati për hapin tjetër. Beso në vlerën tënde. Shigjetari. Këtë të shtunë shigjetar, rikthehesh tek versioni yt i zakonshëm, optimist, energjik dhe plot besim për të ardhmen. Njerëzit rreth teje do të vërejnë menjëherë ndryshimin në humorin dhe në mënyrën se si e shpreh veten. Javët e fundit në Mërkurin në retrograd nuk kanë qenë të lehta për ty.
Mund të kesh ndjerë vonesa, keq kuptime, mungesë qartësie ose një ndjenjë sikur gjërat nuk po ecin më me ritmin që doje. Por tani ajo periudhë po lë pas dhe ti fillon të ndjesh përsëri lirinë dhe energjinë që të karakterizon. Këtë të ftonë mendja jote bëhet me kthjellët dhe fillon të shohësh më shumë mundësi se sa pengesa. Një ide, një bisedë ose një lajm i mirë mund të rikthejë entuziazmin dhe dëshirën për të ndjekur planet e tua. Në punë kjo është një ditë për të nisur iniciativa të reja, për të komunikuar më hapur dhe për të treguar aftësitë e tua. Në jetën personale, energjia jote pozitive do të tërheqë njerëz drejt teje dhe do të krijojë momente të bukura. Pas një periudhe të lodhshme, drita fillon të rikthehet. Beso përsëri tek rruga jote dhe lejo optimizmin të udhëheqë. Bricjapi. Këtë të ftunë, tema e financave del shumë në pah për ty bricjap. Duke ditur një çështje me para që ka mbetur pezull, më në fund fillon të zgjidhet. Mund të lidhet me një borxh që ke pritur të kthehet nga dikush ose me një faturë që kishe haruar dhe që pa pritur të rikujtohet. Sido që të jetë situata, lajmi i mirë se kjo çështje merr fund dhe sjell një ndjenjë të madhe lehtësimi. Ti je një person që e merr shumë seriozisht sigurinë financiare dhe nuk të pëlqen të kesh gjëra të pasqaruara kur bëhet fjalë për parat. Kjo ditë të jep mundësinë të vendosësh më shumë rregull në financat e tua. Mund të rishikosh spenzimet, të bësh plane të reja ose të mendosh për mënyra më të mira për të menaxhuar të ardhurat. Nëse ke qenë i shqetësuar për një çështje ekonomike, kjo është unë të sjellë një frymë më të qetë dhe rikthen ndjenjën e kontrollit. Gjithashtu kjo është një kujtesë se durimi dhe përgjegjësia jote financiare gjithmonë të ndihmojnë të kalosh situata të vështira. Një barë financiare po largohet kur vendos rregull dhe kujdes në jetën tënde ekonomike, qetësia vjen shumë më lehtë. Ujor. Këtë të ftunë dikush do të interesohet për ty dhe do të di si je. Jo thjesht nga mirësjellje, as se ka nevojë për diçka nga ti, por sepse vërtet mendon për ty dhe dëshiron të sigurohet që je mirë. Kjo vëmendje e sinqertë do të vijë pikërisht në momentin kur të duhet më shumë. Ndonjëherë je aq i përqendruar te zgjidhja e problemeve të tua dhe te kujdesi për të tjerët se haron sa rëndësishme është të ndihesh i mbështetur edhe ti. Një bisedë ose mesazh nga miku yt do të të kujtojë se ky person ka një vend të veçantë në jetën tënde. Do të ndihesh mirënjohje dhe afërsi, duke kuptuar se ka njerëz pranë që të vlerësojnë për atë që je, jo vetëm për atë që mund të bësh për ta. Në marrëdhënie shoqërore kjo është një ditë për të forcuar lidhjet e për të treguar edhe ti kujdesin tënd. Një fjalë e thjeshtë ose një falënderim mund të kenë shumë kuptim. Njerëzit e vërtet nuk shfaqen vetëm kur ka nevojë për ty, ata të kërkojnë sepse zemra e tyre kujdeset për ty. Sot kujto sa i çmuarje për ata që të duan. Peshqit, kohët e fundit puna nuk ka qenë as pak e lehtë për ty peshk. Ti je një person që beson se jeta nuk duhet të jetë vetëm punë. Ti punon për të jetuar dhe për të shijuar gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prandaj kur ndihesh i lodhur ose i ngarkuar, ti don të pyesësh veten nëse mund të vazhdosh me të njëjtin ritëm. Por kjo është unë të sjellë një ndryshim të bukur në mënyrën se si e sheh situatën. Kur zgjohesh të mëngjes mund të ndihesh më i qetë dhe më optimist. Një ide e papritur ose një mendim që të vjen në mendje mund të ndihmojë të shohësh punën nga një këndvështrim krejt tjetër. Ndoshta kupton se nuk është diçka aq negative sa dukej, ose gjen një mënyrë të re për të bërë të përditshmen më të lehtë dhe më kuptim plot. Ky ndryshim i vogël në mendësi mund të ndikojë shumë në humorin dhe motivimin tënd. Në aspektin profesional, është një ditë e mirë për të rikthyer besimin tek vetja dhe për të menduar për hapa të rinj. Nëse ke pasur dyshime për drejtimin se ku po shkon, intuita jote mund të japë një pyetje të rëndësishme. Ndonjëherë nuk duhet të ndryshosh diçka rreth teje, mjafton të ndryshosh mënyrën se si e sheh situatën. Një ide e re mund të të rikthejë energjinë dhe dëshirën për të vazhduar përpara. Ky ishte parashikimi i yjeve për 12 qenjat e zodiakut për ditën e shtunë, 25 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.